Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj dente të datës 24 prill, ora 7 fiks, nisim emisionin Ora Juaj, si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Edhe për ditën e sotme do të jemi së bashku në këto 2 orë të parë të mëngjesit. Fillimisht do t'ju përcjellim disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit dhe do të kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit, si zakonisht, në bisedat tuaja përmes telefonatave, por edhe mesazheve në rrjetet sociale. Fillimisht me lajmin nga vendi, oranews.tv, pamjet aksidenti i rënd në Shkodër, motori përplaset në makinën 3 të rinj në gjendje kritike, shoferi largohet. Aksident në aksin Lush në Fier plagoset e rënd një këmbësor. Në investigimi, klientët e Google të njëjtë me ata të Bashkisë së Tiranës si u fuqizuan në treg kompania vllai të Veliajt. E mashtroi me lazerin kines të depilimit, inati ndaj denoncuesës si kushton shitses 15.000 euro. Nuk je llogaria skund, peka për spakun, kemi krijuar një monstër, bën çfarë të doj. Fyrje për dikë me 20 vite e karrierë vezaj, rasti Qyno ngritje shqetësime serioze për të drejtat e gazetarëve në Shqipëri. Rasti Qyno Matkia, pushteti i spakut ndaj gjykatave ishte aq i fortë sa i bëri ato të deformohen. Fitoria e Qynos në spak shella një proces gjyqësor që forcon lirinë e medias ndaj intimidimit të pushteteve. Qyno, nëse do humnim në gjykatën kushtetuese, do i drejtoheshim gjykatës së Strasburgut. Shkërmbohet makina në Durrës, detaje nga ngjarja. E kallëzuar për kërcënime dhe goditjen e shefit të financës, arrestohet ish drejtori i spitalit Dibër. Shoqërimi i 14 vjeçarit pasi hodhi kapsolla në Tiranë, Komiteti i Helsinkit, policia e dhunoi, nuk ju dha ndihmë mjekësore dhe as psikologjike. Stërvitje e përbashkët e gardës kombëtare të New Jerseyt me Akademinë e Forcave të Armatosura. E drejta vonon, por në fund triumfon, Qyno fitoi nga SPAK në kushtetues Artan Hoxha, disa histori janë tepër të vërteta për t'u treguar. Ngacmoi një të mitur, procedohet 87 vjeçari në Tiranë. Konfliktin nisi për një femër në familjen Prendi, flet motra 32 vjeçarit. Si Doreli ishte kundërshtari i Martinajt, ka marrë një telefonat dhe iku i revoltuar. Ndryshoi se i përkasin luftës së dytë botërore, gjenden disa granata dorën pranë Tiranës. Zgjedhjet 11 majit, prokuroria e Gjirokastrës regjistron 2 procedime penale. Ç'po ndodh me adoleshentët shqiptar, psikologja Meno Lita Hida flet për problemet e të rinjve sot. Hapi faqe në rrjetet sociale me emrin e një gruaje dhe i postoi foto me përshkrime fyese, nis hetimin ndaj 38 vjeçares. Respublika, fitore për lirinë e shprehjes, gjykata kushtetuese jep të drejtë gazetarit Eldon Qyno përballë pushtetit të SPAK. Vendimi Qyno, Federata Evropiane për mbrojtjen e gazetarëve, sjellje e prokurorëve kërcënim shumë serioz, jo vetëm për gazetarinë. Për burg edhe vartëset e Veliajt, Debora Keçi dhe Iglantina Zere, SPAK jep pretencën për 5 dëmë. Çojmë lajmen nga politika. Cili politikan pëlqejet më shumë 20 ditë para zgjedhjeve në Shqipëri? Ja kanë hedhur çelsat në det, çfarë tregon Facebooku i të burgosurit të Durrësit, Erion Veliaj. Meta, bujësia shqiptare po përballet me një krizë shumë të madhe për shkak të qeverisë së korruptuar. Spiro Pallinti janë patriot dhe njësha për gjithmonë, Meta ironizon Partinë Socialiste, pesa është sa për të kaluar klasë. Tërmetin në Turqi, Seferi, lutjet e mia dhe popullit shqiptar janë me popullin turk. Xhixho, shkoha të pastrojmë Shqipërinë nga ky kryeministër çnjerëzor. Gjoko Goshti në vendimin për Berishën, avokati Gjokutaj, nesër merret vesh dërgimi ose jo i çështjes në gjykatë. Si po shkon fushata zgjedhore, ku me fushata e rëndësishme, por nuk është gjithçka.
GKK Lëndëburg Velia Spak ka kryer 114 veprime hetimore për kryebashkiakun në 2 muaj. Shuhen shpresat skaliri për Jon Velien, kryebashkiaku i Tiranës mbetet në burg. Deda Rama nuk ka ofertë konkrete këto zgjedhje, ka vetëm interesin e tij dhe njerëzve për rreth. Emërohet drejtuesi i ri i Policisë Bashkiake të Tiranës, Vjon Shesaj, besnikëve të Jon Velie. Berisha kafe me gratë në Tiranë, Rama flet si Nureddin Dumani në gjyq. Në falim gjobat për qytetarët dhe bizneset e vogla të veprojmë si trap. Berisha homazhen ambasadën e Vatikanit, Francesku, një pap i madh i paqes, vizita e tij në Shqipëri ishte një ngjarje jashtëzakonshme. Rama takim me fermerët në Berat, kemi një instrument të ri për bujqësinë. Varfërim në ekstrem, Meta në 12 vite plaçkitën parat që do shërbenin për rritjen e pensioneve. Fyë fëmijët e spektrit autik të Riqet e Rama më doli pa dash që u desh të gaboja. Shumë zhvillimet nga rajoni. Policia shtetërore e Bosnjës bllokohet në aksionin për arrestimin e Milorad Dodik. Kosovë kushtetuesja shfrytëzon ligjin për KMP-n. Osmani, çdo marrëveshje e paqeje nuk duhet të inkurajojë ambicjet imperialiste të Rusisë. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe takon Putinin në Moskë. Për të drejtën herë, Albulena Haxhiu nuk merr votat e mjaftueshme për të qenë kryetare e Parlamentit Kosovës. U kundërshtua nga deputetët shqiptar, Parlamenti malazez miraton marrëveshjet me Emiratet mes kritikash. Haxhiu, kodi i penal mundëson gjykimin në mungesë të Radojčićit për sulmin në Bajsk, ku vendi i Kosovës mblidhet në seancën e 5 për konstituimin. BE-ja propozon t'i kthejmë më shpejt në Kosovë çfarë thon të dhënat për azil kërkuesit. Seanca konstituive shtyhet për të mërkurën, lëvizjeve të vendosje ngulmon për Albulena Haxhiun si kryetare e Kuvendit të Kosovës. Protesta në Beograd, studentët bllokojnë RTS-n për të 8 ditë radhazi. BE-ja propozon t'i kthejmë më shpejt në Kosovë. Gjua shqipe nuk po respektohet, BDI akuzon Miskovskin dhe aleatët e tij në qeverisje. Jo me lajmin nga bota. Studiosit përdorin rrezet e diellit për të prodhuar 4 herë më shumë hidrogjen nga mbetjet e kallam sheqerit. Shëvatët vendos trupa shtesë në kanalin e Panamas. Ndërsa Tesla bie globalisht, ukrainasit kapin ofertat makina për gjysmën e çmimit nga 40K në 18K. Ania kozmike Shenzhou 20 drejt hapësirës. Arrestohet aktivisti në kullën Trump në New York, shkroi fjalën SHBA me bojë të gjelbër brenda ndërtesës. 90 vjeçarja në Gjermani vret shoqen e saj pasi i shkriju akullore. U gjobitën nga Bashkimi Evropian me 700 milion euro, Apple dhe Meta bëjnë rezistencë e padrejtë. Ukraina refuzon planin Trump për paqen me Rusinë. Papa udhëroi të burgosurve 200.000 euro të llogarisë së tij përpara vdekjes.
Rusia vendos sanksione ndaj 15 deputetëve britanik kërkuan që fondet e sekuestruara të Moskës të financojnë luftën në Ukrainë. A nuk keni mjaft tokë? Krye diplomati polonis dënon luftën e Rusisë në Ukrainë. Qytetet termale historike të Europës në rrezik nga ndryshimet klimatike. Trazira financiare dhe rafte bosh zbulojnë prapas skena pse Donald Trump u droheq nga shkarkimi i kryetarit të rezervës federale. Hegzës, SBA do të vendos trupa shtesë në kanalin e Panamas. Policia skoceze i kor 6.000 rrojë kanabis shqiptarëve u heq nga duart gati 4 milion sterlina. Një tunel në Baltik, rruga në ujore lidh Danimarkën me Gjermaninë. BE nuk të riqet nga reforma farmaceutike pavarësisht presionit të industrisë. Friedrich Merz në prag të kancelarisë, një epokë e re për Gjermaninë dhe Bashkimin Evropian. Nuk ka karta për të luajtur, Trump akuzon Zelenskin si pengesë për paqe. Dhe në fund lajmet nga sporti. Kupa Italisë, Milani në finale shënon golin e tretë në derbin ndaj Interit. Serie A Juventus pëson disfat nga Parma vën në rrezik në biletën për Championship. Lamurdari shpallet kampioni i Shqipërisë në basketbol për vajza në Bosch Tiranën në finale. Egnatia Vion dominimin kualifikohet për herë të tretë ratazi në finalen e kupës. Në Dinamo Vllaznia 3 gola në 15 minuta, Skënderbeu mbyll sezonin përballë Bylisit, klubi bën njoftimin e rëndësishëm për tifozët. Gjysmëfinali e kupës së Italisë. Komisioni i disiplinës nuk fal e pëson trajneri Daja, gjobiten klubet e superiores dhe kategorisë së parë. Distin e Krasniqi shpallet kampione e Europës në judo fiton medaljen e ardhë në Podgoricë. Apolonia e Egnatia, finalja e edicionit i 16 të Kupës së Shqipërisë për vajza. UEFA mendon për ndryshime në Champions League të hiqet koha shtesë dhe Gjimshiti kthehet në stërvitje, mbrojtësi shqiptar kalon dëmtimin, do jetë në përballjen me Lecce. Skandal në Argjentinë. Presidenti i klubit futbollit filmohet teksa merr $25,000 rishfet. Conceição duan të fitojnë kupën e Italisë, klubet e mëdha ju shkojnë deri në fund kompeticioneve. Më mirë pa të se me të, PSG fiton betejën e të pasvendësueshmit ndaj Kylian Mbappé. Nuk kam hakmarrje ndaj askujt dhe ndaj asgjë, Ancelotti 2 trofet ende në lojë kalojnë përmes Barcelonës. Barcelona mes rasteve të panumërta flik, zbulon një jetë rinj por pa minutazh loje. Interi nuk bën dot pa bastonin, 10 gola të pësuar kur zvendësohen. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që ne ja u përcjellim çdo ditë përmes faqes së webit oranews.tv dhe është koha për tu kthyer në studio. Vin programit. Në këtë pjesë të parë të emisionit jemi në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju përmes bisedave në studio, si për herë nga ky moment e deri në përfundim, deri në orën 8:55 minuta, në dy numra që i keni në të djathtë të ekraneve tuaja. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Do t'jemi bashkë edhe sot deri në orën 8:50 minuta në komunikim të pandërprer me ju përmes bisedave në studio, por pse jo, edhe nëpërmjet mesazheve në rrjetet sociale që ju bëni çdo ditë në fakt. Jemi drejt për drejt në Ora News në radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv. Në këto mënyra dhe forma për të na ndjekur, jo vetëm në emisionin e mëngjesit, por edhe në emisionet e tjera pas ditën në mbrëmje, si edhe edicionet e lajmeve që vijnë të përditësuara
orë pas ore me çdo lajm ngjarje informacion kudo dhe kurdo që ndodh. Ju presim edhe në takimin e kësaj ende të datës 24 prill, si për herë në numrat e kontaktit 068 60 54 639 068 99 00 008. Ok. Lufta. Ok. Presim telefonatën e parë për sot. Mirëmëngjesi. Alo? Mboriti apo jo? Ok. Presim pak çaste për telefonuesit e parë të kësaj dite të sotme në takimin e kësaj tendeje të datës 24. Mirëmëngjes. Ok, nuk e kemi. Larguar. Bukur. S'ka problem, presim vetëm pak çaste për telefonuesit e kësaj të endeje të datës 24, ora 7:16 minuta. Në minutat e para, si për herë ju përcollëm paksa me zhvillimet dhe ngjarjet kryesore të 24 orëve të fundit, që kujdesemi t'jau servirim çdo ditë për të pasur një lloj informacioni të përgjithshëm të asaj se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm, por gjithsesi keni edhe mund të klikoni edhe vetë. Mirë, presim për telefonuesit e parë të ditës sotme, si për herë në transmetim të drejt për drejt në Ora News në Radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv. Ora 7:17 minuta në pjesën e parë, në përfundim të pjesës së parë, më saktë, programit për ditën e sotme. Mirëmëngjesi. Shpresojmë të jetë këtë herë. Alo. Mirëmëngjes. Unë nga Berati flasë dhe dje folëm. Po i dashur? Probleme pronësie kam edhe unë po i nisa do dokumentat. Me çfarë? Po i nis dokumentat. Me çfarë po i nis? Për probleme pronësie i kam. Jo, me çfarë po i nisni, them? Në WhatsApp. Po ku? Te adresa me këtë numër telefone që po komunikoj. Po, ku t'ja ke nisur? Te Klodi Karaj. Po, e ke numrin tim? Po, e kam. Ja ky numër që më shfaqet në ekran. Po jo pra, ato janë numrat e emisionit i dashur. Më jep numrin tënd të telefonit dhe që të më nisësh pastaj. Jam me këtë numër që po komunikoj. Ma jep dot me zë të lutem? Po. Ma thuaj. 068 35 Po 66 687. Okej. Dakor? Dakor, po do më thoni ju ku ti nis pasaj? Sa po të kam shkruar një mesazh. Më faleminderit. Dakor? Dakor, faleminderit. Faleminderit dhe juve, Berati, ditë të mbar. Po. Faleminderit për telefonatën. Kalofshi bukur. Okej, e kemi nisur me Beratin sot zyrtarisht. Telefonata dhe bashkëbisedim me ju. Presim të tjerë në 068 65 4 639 dhe 068 99 00008 në mëngjesin e kësaj ende të datës 24 prill 2025. Na shkruani për çdo problem dhe përmes rrjeteve sociale, sikundër zakonisht ju na drejtoni për problemet apo shqetësimet tuaja. Është njësoj, nuk ka asnjë ndryshimi madje. Njësoj është, kështu që mos u shqetësoni në këtë pjesë, ndoshta keni pamundur në disa raste për arsye të ndryshme për të na gjetur të lirë përmes linjave të numrave të kontaktit, por gjithsesi jemi aty për ka disa mënyra për të lidhur kontaktuar me ne, si rrjetet sociale të televizionit, po ashtu edhe në ato të mia është e njëjta gjë, sepse çdo denoncim apo rast që përcillet e ka. Okej. Pra është e thjesht, po themi. Kemi telefonat, mirëmëngjes. Alo? Larguar.
Mirë, presim pak për tjetër në 068 99 00008 dhe 068 610 639 në këtë përfundim të pjesës së parë të emisionit për ditën e sotme në Alo, mirëmëngjesi. Çfarë po ndodh? Alo. Nuk dëgjoj asgjë, kemi? Okej, shkëputet. Në rregull, presim. Alo. Tani unë dëgjoj zile. Ka telefonat apo jo? Regjia, më dëgjoni? A do më përgjigjeni pak, ju lutem? Se dëgjoj. Se atë po dëgjoj prandaj. Okej. Në rregull. Është dikush që na përshëndet me zile. Mirë. Ndonjëherë nuk nga del numri se të marrim ne po. Gjithsesi s'ka problem, okej. Nëse s'keni diçka për të thënë, është më mirë mos. Jo, e kisha për ata që na përshëndesin me zile, thash. Mirëmëngjesi. Okej, ky është serioz. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju urojmë ditë të bukur. Shumë faleminderit dhe juve. Kisha shkruar para një javë kështu për problemin me ashekëna dur. Ku, cili rast të lutem? Ai numri me Nuk të dëgjoj. Gjitha auto. Si? Ai numri me gjitha teta. Me gjitha teta? Po. Po, e kam përcjellur rastin tuaj dash. Edhe dje më ke shkruar. Po. Po. E kam përcjellë që të premten. Ma kupton? Ata atje janë pak strano se më thonë ngarkoj nga i Albania. Shkoj dhe në feri, thot nuk ngarkoj nga i Albania. Unë ma dërgova me post. Ti je në rregull, po këtë të dytën për çfarë dërgove se? Ti në rregull e ke aplikimin. Ajo është. E di, po, ata thonë se kanë rregull. S'ka problem, jo, mos bëni veprim deri edhe pak ditë, sa të marrim dhe ne një përgjigje sqaruese nga institucioni çfarë ka ndodhur, sepse ju aplikimin e keni në rregull, kupton? Jo kërkojnë ndjesë bezdisje. Nuk më bezdis fare, por thjesht nuk mund të shkruaj pas çdo veprimi sepse janë shumë raste, më kupton, dhe nuk ja dal dot. Jo kuptoj, ju falenderoj. Edhe nuk ja dal dot. Ne domethënë kemi dy momente kur ose pak momente kur kontaktojmë me njerëz. Pra i pari është ajo që na merrni juve. I dyti pastaj një pjesë dokumentacioni, dhe ndoshta mund të duhet ndonjë dokument tjetër dhe në fund pastaj kur merret përgjigja, kupton? Sepse është e papërballueshme që ti kontaktosh njerëzit pas çdo hapje apo procedure që bën. Se kap dot fizikisht si kohë, më kupton? Jo, nuk më bezdis fare, nuk thash këtë, jo. Mund të merrni sa herë të doni, nuk kam fare problem këtë pjesë. Më kuptoni dashur. Shumë faleminderit. Asgjë. Je më i miri. Faleminderit për telefonatën. Uroj ditë të mbarë. Bukur. Mirë, do të presim të tjerë telefonues. Ku jemi? Okej. Sepse ka raste kur e kemi thënë edhe në emisionet e kaluara, ka raste kur përgjigja për diçka apo një problem vjen më shpejt nga sa ne e mendojmë dhe mirë do ishte në fakt që për të gjitha kështu të funksiononte, por ka edhe raste specifike pastaj kur do pak më shumë kohë mënyra e trajtimit të rasteve. Ndaj e kuptoj më shumë se sa ka që e mirë kuptoj, jam me ju. Por gjithsesi mirë të presim në kohë dhe të zgjidhet fiks problemi se sa. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Klodi. Po.
Jep të ullë si zërë në telefonit ullë. Po. Ne. Dhe Klod, dojnë të ullë zërë në sika. Si? Dojnë të ullë zërë në telefonit që të në ashu dhe sika. Mirë bërë. O Klodi, Urdhra. të lutën dhaj, unë kam halin në akture, kam jemi në afiri jam. Ha moturi. Emigrimi në hengi janë dhe. Çfarë bë? Emigrimi në hengri, në largoj me njerëzit. Edhe halin e kam të toka, Klodi, se për të gjoj këtu që thoni për tokat që marin edhe njerëz. Po, ke aplikuar? Klodi. Urdhëro. Tani të dëgjoj më mirë. Po. Problemi është me tokat të Klod që bëhet. Po pse, çfarë problemi ke? Po, janë shumë probleme të mdaja. Do me thënë, letër kam tokur në letër, edhe kështu nuk po gjedo tokë as me i vend. Po, keni aplikuar? Kam aplikuar, më nxorën atë A6 që i thonë, më nxorën letrat, po bresën për zyra, me shenjë të mëlqia dhe kam arritu po shpejmë keki dhe në për zyra, nuk e di. Keni dokument aplikimi i dashur që ta ndjekin? Po, Klodi, kam. Mundohu të ma nisësh i nderuar dhe të pyesin pastaj se kështu funksionon. Mirë, shumë falim, po në mundësi se nuk e kam letër tu, e kam të s'ka problem, në një moment të dytë. Të kjo nëmë që ju mora? Si? Të kjo nëmë që ju mora? Jo, në nisë në rrjetet sociale më mirë, ose më lërë numrin tënd të telefonit. Tani po të shikoj. Po. Numri im është 068 069 Ambore? 8707 Po? 237. Okej. Mirë, faleminderit Artur. S'ka gjë se do flasim. Faleminderit për telefonatën, kalojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak menjëherë në pjesën e dytë të programit. Na ndiqni. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:32 minuta, vijon komunikimi me ju, prej orës 7:15, si për herë, në 068 99 00008 dhe 068 610 54 639. Në komunikim deri në orën 8:50 si zakonisht në fakt, edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, ka disa mesazhe që unë po ngatrojmë tani, kush është njëri dhe kush është tjetri. Kështu që kërkoj ndjes nëse nuk e përgjigjem në kohë gjatë programit, por patjetër ju e dini që ne komunikojmë shumë gjatë kohës pas emisionit. Kemi telefonat? Mirëmëngjesi. Alo? Okej, se s'po dëgjoja prandaj. S'ka problem, presim pak momente, jemi në pjesën e dytë të emisionit në 068 60 54 639 dhe 068 99 0008. Mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi po flas? Po, Klodi, ja. Klodi, unë jam ajo zonja që të kam marrë para 3 javësh. Po, nga? Që më bët aplikimin juve. Nga? Flas nga Italia. Po? Që më bët juve aplikimin. Cili rast të lutem, më kujto numrat? Për një pasuri që kam në bashkinë Durrës. Ku kemi folur bashkë pra? Urdhën? Ku kemi folur bashkë them? Kemi folur para 3 javësh që nëse që do ta bëjmë neve aplikimin të prura dhe lekët. O zonjë, ku 3 shifrat e fundit të telefonit, të lutem që ta shoh. 3 shifrat e fundit, po. 147. Me prefiks Italie. 147. 147. Një moment. Po e dashur, është në shqyrtim. Po. E di, është në shqyrtim e ndëruar dhe besoj çështje prit, kur e kemi bërë. U bëja 3 javë. Po, e di. Është në proces e dashur, kështu që po e pas kam dhe aty. Po të lë dhe një mesazh. Po. Tani, dakord? Po. Që sa po të dalë dhe ja përcjellim me shumë kënaqësi.
Se I kisha shnuar zonja nga Italia aty prandaj. Po. Rosh, faleminderit. Asgjë dashur. Tash do ma sjellësh ti përgjigjen mua? Po patjetër. Do të jetë edhe do ju vidhe në Jellbenian e zotërisë, pra paralelisht, më kupton? Por në momentin që do kaloj në sistem do t'jau përcjellun. Po pastaj ku mund ta E ke në sistem, nuk të duhet fare fizikisht të nderuar, sepse ka ndryshuar ajo, ka 10 vite. Pra, shiko si ndodh. Çdo dokument që dele dashur publikohet në Jellbenian e personit që aplikon. Po. Që do të thotë, në momentin që ty të miratohet kjo, qoftë legalizimi apo certifikata e pronësisë, të vjen në Jellbenian e personit që ka aplikuar. Ti nga aty pastaj mund edhe ta printosh dhe ta mbash si letër. Më kupton? Po, e kuptoj. Kështu funksionon. Jo si dikur që merrej me ato letrat e mëdha në kadastër. Ajo kalon si Ajo kalon si certifikata, zonjë. Kupton? Si certifikata që janë në sistem dhe ti I shkarkon. Po. Kështu funksionon. Mire dashur? Po. Të përshëndes. Faleminderit shumë. Ciao Bella. Ciao. Shkoj me tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Alo. Urdhëroni. Alo. Urdhëro. Alo. Urdhëroj dashur. Kush jeni? Varet kë kërkon. Agron Klodi Karajin kërkoj. Klodi jam. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju kam dërguar një kopje të një certifikate për akt pronësie. Edhe kam dërguar një 2 ditë a 3 ditë mbas Shën Valentinit. Po. Keni aplikuar gjë? Si keni aplikuar? Ku mi ke nisur dokumentin dashur? Po ty ti nisa në Messenger. Në Messenger? Po. Po me çfarë emri që ta shoh të lutem? Me Agim Dautlari. Agim? Dautlari. Dautlari? Po. Ja, ta shoh Agim. Mua nuk më ke nisur gjë dashur në Messenger, ja ku je? Po në WhatsApp, në WhatsApp. Në WhatsApp do ta shoh. Me numër telefoni 3 të fundit sa I ke? 311. Jo. Absolutisht jo. Jo dashur, mos ke ngatruar numër ose adresë. Jo. Me këto numra që janë në ekran. Po, ke nisur keq pra, sepse numrat që janë në ekran nuk I lexojmë dot mesazhet që mund të vinë. Më kuptoni dashur? Po. Kështu që më lër numrin tënd të telefonit. 069. Një moment. 069. Prit. Po, 069 34 42 22 311. Okej. Të përshëndesi dashur. Faleminderit. Do ju kontaktojmë ne, faleminderit ju për telefonatën. Faleminderit. Bukur. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjes. Jo marr nga Kuksi. Po. Në 3 njësi administrative, është komuna që kanë qenë, nuk shpërndahet pensioni ndihmës ekonomike. Nuk shpërndahet? Pensioni invaliditetit. Nuk shpërndahet? Nuk ka shpërndahet, ka një muaj që nuk ka shpërndahet. Ka një stim që da të... Në cilën bashki, të cila bashki edhe njëherë, zotri? Kuksi. Kishte ndodhur përpara apo jo? Jo, nuk ka ndodhur më përpara, tani. Okej. Stim që da bën mediatike, do thonë, që a bërë. Ka një muaj. Kur keni shkuar, keni pyetur? Nuk tjep kush përgjigje. Nuk tjep përgjigje, okej. Do pyesim ne pas emisionit. Të posta, thot, s'dim gjanë s'ne, thot, drejtoni bashkisë. Në bashki nuk qimit njëri tani. E kuptova. Nuk shërën kush.
Pa berak. Se me të shëruan tjetër gjonë, dhe me thonë s'ka leka, s'ka fonda, tjetër gjonë, po as nuk shërën njeri. Me thonë arsye, se për që arsye s'ka. Do e përcjellim ne pas emisionin nderuar, dakord? Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Presim pak qaste. Okej. Alo. Mbëriti apo jo? Okej. Kërkesë e çuditshme kjo, po, gjithsesi. 068 99 00008 068 65 4 dhe numrin tjetër keni në ekran. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. 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 Ju lasëm nga Devolli. Vetëm ule zërin televizorit, të lutem. Lasëm nga Devolli. Po uleni zërin televizorit, zotëri. Po. Alo. Po ju pyes. Po. Janë disa lega për pambetrat personave me aftësi të kufizuar, pse nuk janë ndarë E di, nderuar, u bë kohë që ka filluar ky proces. Dhe në dijenin time aty në qarkun e Korçës ende nuk ka nisur. Po. Më kupton? Ju kuptova. Po ecën goxha nga dal, nuk e di pse, por mirë. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Do Zgjidhim. presim. Faleminderit. Mirë të qofshim. Është një ndër problemet dhe kjo të mbartura ka filluar me, në mos gaboj nisi me qytetin e Thierit, nuk e di se si ka shkuar, por informacione që na kanë mbërritur është që ka qenë procesi nga dalt i dhënies së pagesave të prapambetura. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Po, më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. I morëm për temën e sotme. Po, urdhë. Si është tema? Urdhë? Si është tema e sotme? Tema e sotme është vetëm një pyetje, pse? Pse për çfarë? Kaq është. Zgjidhjen pastaj e keni ju. Ashtu mendoj dhe unë. Okej. Jemi pro, domethënë. Jeni pro. Po. Nuk e prisja këtë nga ju. Okej, e pafshi. Mirë gjofshim. 068 99 00008 068 60 54 639. Po mirë, ka dhe kështu, që duhen kalën kohën. Po pak sekonda ishë. Si shit interesant gjithsesi. Nuk arrit të të bëshit me. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirëmëngjes o ju. Mirëmëngjes. Ule zërin televizorit, a? Patjetër. Patjetër. Kemi edhe një rast tjetër për parafolsi për para aty në për këto pagesat e prapambetura nga Devolli. E një di rastë. Po, neve jemi interesuar edhe disa persona që i kanë marrë, që kanë patur personat e tyre, i kanë marrë deri në 70 emra. Do flas për atë problemin tim. Dosja e djalit tim është shqyrtuar në gjykatë, ka ardhur karta, ka ardhur që në janar, po pagesat thonë më vonë, tash ca fillojnë, juve thoni në dijenin tonë Korça s'ka filluar, si ka mundësi. Po, nisi me Fierin, atje në mos gaboj do të ketë përfunduar, por thash, po ecën nga dalë si proces, nuk e di arsyen, ndoshta çështje fondesh apo jo. Por gjithsesi shpresoj që po duke ju dëgjuar juve që sa të Korça s'ka filluar, se dhe neve Devolli me rrethin e Korçës e përmdes. Unë jam interesuar edhe para një muaj kishin marrë lekë mbi 70 euro. Aq më mirë pastaj.
Unë thash në dijenin time, nuk e bëra fakt, pra me sa di unë nuk është Mire, përndarë po në ne Korçë. tham që të mirë një përgjigje më të sigurt. Ja pra, më sigurt është kjo. Në rast se ka filluar, shiko që do t'jepen ato do t'jepen. Se fakti që filluan për t'u dhënë. Po. Problemi është që mos zgjasin shumë në kohë. Dhe po shumë mirë, shiko, e dashur. Shiko çfarë ndodh. Unë s'mund t'i di të gjitha dhe për një herë. Prandaj tregojmë kujdesshëm kur them ndonjëherë në dijenin time, pra që do thotë me atë që di unë, atje nuk ka filluar dhe kur fillon nuk jepet për të gjithë një herë. Dhe shumë mirë që pas ka filluar, se kur fillon pastaj do thotë që do mbaroj. Po mirë, po ka raste që ca fillojnë i marrin, ca s'fillojnë. Jo, kjo nuk është. Jo, mund të ketë raste të tjera, nuk e di unë se ku, po në këtë rast jo, sepse kanë detyrim ligjor, është me vendim gjykate ajo. Ka këto pagesa nga bashkia mund të merren? Ato që keni të prapambetur, nuk e di se çfarë keni të prapambetur, kupton? Të gjitha ato të prapambetura. Po të prapambetura janë, po ai personi që i ka bërë gjykatët, që kemi paguar neve, nga tha që nuk na i ka dhënë kartat i kemi sjellme, po kur na jap lekët qeveria, tash këto kalojnë direkt në bank apo nga bashkia i plotësojnë dokumentat. Nga kudo që kalojnë përmes bankës kalojnë dashur, kupton? Mirë, në rregull. Faleminderit për telefonatën. Mirë dëgjofshim, presim tjetër, jemi në pjesën e dytë, në përfundim pjesës së dytë të emisionit, për takimin e kësaj dende të datës 24 prill, ora 7:46, në 068 99 00008, 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Flas nga Tropuja. Po. Për për pra banetrat na si kufizume nuk kene vazhdojnë akoma me na e shpërndan në Tropuj. Edhe aty jo? Jo, për zoten, unë kam djarë na si kufizume dhe i verber. Shiko, me që su bët disa raste. Flasin ata që na thonë që është na pele, herë na thonë po, herë në janë këme, janë amëj, nuk e dim se si ti kërkojnë. E kuptova. Një sekund. Me gjësë u bët disa që po më pyesti për këtë. Do pyes dikë tani dhe shpresoj që të kem një përgjigje. Okej, flasëm nesër. Në emision, unë do përpiqem që ta jap që tani gjatë emisionit. Okej. Dakor? Patjetër. Faleminderit të dashur. Faleminderit. Ditë mbar. Shkojmë telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Presim pak sekonda në këtë minutazh të fundit pjesës së dytë. Alo, mirëmëngjesi. Okej. Nice. Presim për telefonat tjetër, ju lutem në rast se e kemi thënë shpesh, po ndonjëherë duhet të përsëritur. Nëse keni diçka për të thënë, mos e bllokoni linjën për tjerët ose përgjigjuni pastaj. Alo, përshëndetje. Përgjigju, flisni. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Jam nga Korça, nga një fshat i Korçës. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po. Flisni. Kemi Besën. Ka burin Besën. Më dëgjon, Klodi? Të dëgjoj shumë mirë, po duhet të ulesh në zero televizorin. Po në zero është. Të dal jashtë. Po. Më falën. Ka Besën, 17 vjeçe. Dhe kur ka lindur, i ka ngatruar ditëlindje. Nga 7 prill, ja ka vënë 7 maj. Mi po, ata i ka vdekur jati, ka një vit e gjysmë tani, është në shkollë të mesme dhe marrin këto ndihmat nga komuna. Po. Mi po i ka qenë probleme kjo certifikate lindjes. Tani i ka hedhur. Si i kanë dalë certifikata tani? Si? Si i kanë dalë certifikata tani? Certifikatat, kur ka lindur më 7 prill, është e regjistruar. E kuptova, po çfarë problemi ka tani? Ja kanë dhënë në 7 maj, dhe tash i ka erdhur në Tiranë për
në gjyq, si i bëjnë këto për të ndrequr datën e ditëlindjes, se i sillin probleme me dokumentat, edhe në shkolla, edhe me këto ndihma sociale. E kuptova, po? Mirë po sa i duen tani, ata po jo vonojnë. Po shiko, kush i tha që duhet shkonte në gjyq? Po këtu. Përmes letrave nuk mund të bënte? Jo. Pse? Ja nisën në Tiranë, dërgojnë në Tiranë. Sepse di pse, ka një problem dashur që aty nuk ka shans të pyesi. Sepse edhe sikur na vjen një përgjigje që s'kemi pse ju japim përgjigje. Më kupton, ndaj në çdo rast dhe për çdo lloj arsye duhet pritet vendimi i gjyqit që në rast se është vonë për ju dhe ju duhet në mënyrë urgjente, avokati ose ju vetë personalisht mund t'i bëni një letër gjykatës për të shprehur aty domosdoshmërinë për ta shqyrtuar më herët se vonë. Më kupton, kjo është e vetmja mënyrë dhe mund ta bëni ju ose avokati. Çdo person apo palë tjetër që pyet nuk merret në konsiderat nga ana e gjykatës, duke thënë që nuk jemi palë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Ju dëgjofshim. Të lutem. Shkojmë me tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Lusha të telefonoj. Nga? Nga Lusha. Po, urdhoni. Kam nusë djali që ishën atë raportet e lindje. Edhe një po, një 4 muaj ka qenë punësuar me dyqan Durrës. Po. Edhe kur kemi bërë sigurimin këtu në Lushe, neve në fjalë kemi bërë gabime dhe kemi siguruar ata 4 muaj ku ka qenë punësuar ajo. Tani në vjen probleme, ata të Durrësit në fjalë edhe nuk e kanë paguar. Në fjalë se ka qenë siguru këte dhe ka qenë në puna neve, që nuk i takon. Kush nuk i ka paguar tani? Tani sigurimet i kemi paguar neve, sigurimet shoqërore. Po. I kemi paguar edhe 4 muaj ku ka qenë punësuar. Po cilën periudhë nxjerrin me probleme? Në shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Dhe ku ka qenë punësuar në këtë periudhë? Në Durrës, të Albi Alsani në të dyqan. Tani nuk i ka paguar personi në fjalë sigurimet? Aja ka qenë punësuar atje, ne kemi paguar dhe siguracionin në kohë ku ka qenë punësuar, ka qenë punë, ne kemi paguar dhe siguracionin, kështu që nuk përfiton zonë, nuk japin në lekët e raportit. Edhe njerë, si lekët e raportit, ke qenë dhe në punë dhe dorë raporte, por nuk merren dot të dy ato. Nuk gjova? Nuk po të kuptoj. Shiko, më prit pak të lutem se duhet shkoj patjetër në reklama, nga që janë vonë dhe e sqarojmë pas pak të lutem. Dakor? Kërkoj ndjes. Publicitet vim pas pak. Kthehemi në studio, jemi në pjesën e tretë të programit. Vijon komunikimi me ju, presim telefonat pa humbur kohë. Halo, përshëndetje. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më dëgjon? Të dëgjoj. Vetëm uleni zërin e televizorit, ju lutem. Uleni zërin e televizorit që të dëgjoj. Ule zërin e televizorit. Deri në fund është i ullur. Ka bërë dokumentet për pension. Në fillim të prillit, i ka merë, a kam të drejtë që të punoj? Ke të drejtë që të punosh? Por, qëfarë... Ule zërin televizorit, po ule tani të lutem, ule. E kam ullur televizorin, po jam me burit. Okej. Qëfarë kam të drejtë të paguaj të ashtim bas? Sigurime shëndetësore, vetëm. Nëse je vetë punësuar. Nëse je punësuar të dikush tjetër, do i paguash rregullisht siç ke paguar.
Do t'i paguaj unë, apo do t'i paguaj vetë I paguan të dy dhe pronari, si që ka funksionuar gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit juve, dashur. Në ditë bukur. Mirupafshim. Ne dëgjofshim, presin telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E Klodin? Po, Klodi jam. Klodi, dhe sa t'interesosa, jam një leku nga të Gradeci, dhe kërkoj ato dëmshpërblimet. Kam për dokumentat në 2024 në vjetor, ma shkësër një përgjigje që duhet bësh plotësim dhe një dokument tjetër, e kam bërë atë, së më kanë kthyer përgjigje ma. Të lutem më ndihmo. Po pra, po dëmshpërblim për çfarë? Për dëmshpërblimet e për ndihmë politik. Çfarë kësti ke marrë? Kam marrë kërkesën e 3 dhe kërkesën e 4. Shkoj, duke u shpërndarë është i kadrit, në fakt. Po pra, po, unë kam bërë... Dhe çfarë të kam thënë? Doli emri në gazetë. Po? Plotso dokumentat i plotësova. Shumë mirë. Dhe nuk më shkëthyer përgjigja. Kur e ke bërë këtë plotësimin e dokumenteve? Urdhë? Kur e keni bërë plotësimin e dokumenteve? Në vjetor të 2024. Ke një dokument që vërteton këtë? Dhe më ka kthyer një përgjigje në ministria. Po ti thua s'ka marrë përgjigje dhe një pas ke marrë. Më ka kthyer tha duhet plotësosh lejnë dokument, duhet bësh lejnë dokument. E vëra vetë dokument. Kur? Vëra vetë dokumentin. Po brenda një javë, si që në ktheu përgjigje. Okej. Dhe që në atë moment, e gjeri më sot, nuk kanë kthyer asnjë lloj përgjigje. Të lutem të jap numrin e dosjes. Po, më jep numrin e dosjes. 72-63. Në emër të? Ajo është në emrin tim, po i pushkatori që quhet Abdullah Islam Alarupi. Alarupi, ë? Po. Abdullah Islam Alarupi. Kurse dëmshpërblimet i marrën se nëna kanë ndërmarrjet dhe... S'ka problem. Mirë dashur, do ngenemi në kontakt, faleminderit. Jo, vetëm kaq që duhet dosje dhe në emrin. Faleminderit. Ju lutem, juve faleminderit. Presim tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhroni. Dohet të pyesi që i mos ndihmoni. Sa herë po kam bërë një kërkesë, një sindikat pronësie që 12/11/2023. Kur e keni bërë? 12/11/2023. Ku? E kam pak e Albania, kam përgullet të tarifat. Jo, ku në cilën kadastër? Jo, ka pak ke posta. Po hamër zotëri, ku e ke bërë aplikimin, cilës kadastër? A pret beson? Po hapër ma thuaj. Edhe kemi biseduar edhe 2 herë me ju. Cili rast? Ku ma ke quar, të lutem, që ta shoh se nga zëri nuk ju mbaj dot mend, se është e pamundur. Pa kuptoj patjetër, po u bë kotësh, u bë kohë gjatë ashtu. Instagram ta kam dërguar. Me emër? Albert Çipi. Albert? Po bankojë të kam dërguar, edhe këto faturat gjithë për me një pozitë, ku të nga koshtësh? Një sekundë. Edhe në ti kërkesën e ke bërë në 2023. Po. Albert, po ke kontroluar në njërë në Albania? Kam kontroluar, më këtë i buba, për isa e buba si legend, kam kontroluar. Po kur ke kontroluar, e burit e? Kam ikë edhe ke këto zyra dhe zyra. S'ke pse ikën, mos e ke aty. Nuk ke pse ikën, them sepse e ke aty. S'ma jam, në fond, më ka thënë 2-3 herë që dërgo faturën e pagesës. Ja kam dërgu faturën e pagesës. Kush të ka thënë kështu? Po, këtu ke me e Albania. Po jo, i dëruar, s'ka lidhja jo. Ashtë në vazhdim, thot, ashtë në tavolinë, po paguim faturën. Pa edhe këta që e kam pagu, po dhe kam dërgu disa herë 3 herë. Ty të ka dalë kjo, Albert, e ke një Albania. Ka dalë? Pa tjetër. Po, ja, unë kam kërëllu dhe s'kam jetë do të. Po, vare se ke gjetur do të. Po, ty të ka dalë kjo. Ja do të orientoj unë pastaj pas emisionit, po e mbashënim. Faleminderit. Një sekundë. Ose s'ka gjë se të kontaktoj këtu pa numër. Faleminderit ty, Albert. Ti jesh mirë. Shkoj me telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Alo, zoti Klodi, përshëndetje. Përshëndetje.
Po. Zoti Klodi? Përshëndetje. Doja të bëja një sugjerim ose një që të gjithë këta që i ke ndihmuar. Më dëgjon? Po të dëgjoj shumë mirë tash. Gjithë këta që i ke ndihmuar, pse nuk të ka thënë ndonjëri për shkakun që i ke ndihmuar dhe u ke bërë të mirë, pse nuk të thonë më mbrapa? Jo, më kanë thënë, po s'e ke dëgjuar. Urdhë? Më kanë thënë, jo të gjithë, por më kanë thënë. Mirë, unë kështu e kisha të më falësh. E di si funksionon? Domethënë, unë përpiqem që ti kontaktoj të gjithë ata që unë mendoj që duhen ndjekur si raste, dhe duke qenë se ne komunikojmë edhe personalisht me ta, na e shprehin edhe kështu mirënjohjen, pra pa jo në publik, e kupton, por që në shumë raste ka pasur, po shiko, nuk është ky qëllimi, më beso. Mirë, unë një kështu pata thash, me që ke bërë gjithë to, që mundohesh, bën gjithë to të mira, me që mundohesh, bën gjithë to të mira, në fund fare një faleminderit dohet edhe çik je bukur. Po, ka pasur, me thënë të drejtë, dhe u jap mirënjohës që e thon, por nuk është se kam prioritet dhe madje unë do të thoja të kundërt që të mos e bëjnë këtë. Sepse një telefonat e tillë, faleminderit që mu zgjidh problemi, do të humbiste mundësinë e një tjetri që ka një problem, mendoj unë. Jo, mund të thosh te pilan problem që pata unë, ma zgjidhe shumë faleminderit, ka që kisha, në këtë drejtim e kisha. Jo më larg se sa javën e Jo më larg se sa javën e kaluar kemi pasur të paktën 2 që e kanë bërë diçka të tillë, po thash, mua personalisht nuk më pëlqen. Unë nuk kam ndonjë problem vetëm për këtë thash, unë për shembull nuk kam ndonjë problem, po të mora se unë të dëgjoj gjithmonë. Shumë mirë. Jam një dëgjues i rregullt. Po megjithatë se unë udhtoj komplet ditë për ditë udhtoj me makinë, sa ashtu e kam punën, po ju dëgjoj juve, i dëgjoj edhe hallet e njerëzve dhe prandaj e kisha në sugjerim më tepër të thosh te ndonjëri. Megjithatë ta kam thënë. Jo, po dakor, gjithsesi kjo nuk do thotë që nuk Jo, se ka dy anë kjo tani, se mos mendon dikush që nuk thon faleminderit se nuk zgjidhen probleme. Jo, nuk është ashtu. Po dhe mos të zgjidhësh. Jo, një sekond. Prapë të thon faleminderit se ti mundohesh, nuk është se ti nuk mundohesh. Jo, po marr unë anën tjetër pra, dhe kush e thot këtë e sfidoj duke i dhënë telefonin tim që të lexoj aty çdo mesazh mirënjohje, po që thash unë nuk e dua, nuk e pëlqej këtë gjë, po okay, dakor, edhe mund të ndodhë që dikush apo disa të thonë faleminderit, po prapë nuk e. Ne po themi kur bën gjithë të shembull bën një përpjekje, ti bën një përpjekje të madhe, nuk është se bën një përpjekje të vogël. Ja kur të marrin tani pas kësaj që the ti. Megjithatë unë nuk kisha ndonjë problemi tim, po u dëgjoj, jam dëgjues i rregullta se u dëgjoj gjithmonë. Shumë faleminderit i dashur. E vlerësoj shumë. Edhe ti shumë faleminderit për dëgjimin dhe shumë faleminderit për gjithë ata të mirë që u bën njerëzve dhe të rrojnë gjithë dashurit, paqim njëri tjetrin në këtë dynjë se nuk marrim gjë me vete kur ikin vetë, kur hyn në afër varreve njerëzit to çka kanë bërë. Hajde. Unë të mbar dhe kalof të mirë. Faleminderit edhe ju i dashur. Faleminderit shumë për telefonatën. Po. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Kam si të çështë po diçka? Më thuaj. Një daltinje 57 a fiton me ligjin me pension minimal? Sa vjeç je? Mos të bëj llogari tani, sa vjeç? A i di 57 e di 24 pension ka 5 vjet ajo. Si? I di 57 gjatë 7 vjeç i bi gati. Jo, i bi 68, por nuk përfiton ndërruar sepse i bie që 67 apo 68 dikush të ketë dalë pension. Jo, të lutem se nuk ka paguë, është bën vjet për pensionin minimal, nuk ka pas mundësi me pagu. Okej, atëherë duhet presi derisa të certifikohet kjo e gjitha. Nuk din mirë, Jo, i dashur. Jo, nuk ka dalë akoma e plot kjo, jo se di unë mirë, patjetër që e di. Ka shpresë që të fitoj pensionin. Po edhe ka shpresa. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Jo, unë duhet të marrë peshqisimi se kam një problem që nuk e zgjidha dot. Se unë kam dalë në pension, tash që u ktheva, kam dalë pa sa viteve, po ata nuk ma kanë llogaritur ashtu siç duhet pensionin. Pensioni ma kanë llogaritur se unë kam punuar 20 vjet këtu në Shqipëri, pastaj pjesën tjetër kam punuar jashtë. Ato i kam paguar ato të gjitha ato legët, edhe i kam marrë pensionin e plot. Po. Po si nuk ta kanë llogaritur mirë, çdo më thënë. S'ka llogaritur për shembull se pensioni 20 vjet para më ka pas parë më mirë. Edhe
Se unë kam marrë shkollën, me dhe kam qenë mekanik, ne kam marrë shkollën, marrë me 6-ën, mekanike në atë kohë, teknikë i mesën. E pas me 6-ën, ku dhe është ja marrë atë 7-ën. E dhe sa i ka unë që në një thënjishi, mi që rogën e mirë me 7-ën, edhe me norme, dhe një kush problemi, dhe më thënë, ti mendoj që nuk të problemi është tu, dhe që më mbrapa, mua ma ka llogaritur rrogën me minimum. Si me minimum? Me minimum, minimalen. S'mu të llogarisë rrogën me minimale kur ti e ke paguar maksimale? Po, maksimale janë 20 vjetë, e ke pasysh, kurse pjesën tjetër e kam paguar kështu normalisht, jo maksimale, ta kam lavit, them unë. Më sa s'po thoshin ata, unë i paguasha çdo vit lekët për të marrë pensionin. Dëgjoj pak i nderuar. Kush ja u ka thënë ju këtë gjë? Urdhë? Kush ja u ka thënë ju këtë gjë? Si, kush ja ka thënë me çkuptim? Kush ja u ka thënë që e kanë llogaritur minimale? Po jo, po e shoh ke lekët unë. Kur mora pensionin unë, mora minimalen e pensionit. Pensionin më të ulët. Kur dola në pension unë. E ke pasysh, me minimale, s'kishe pension më të vogël se aq. Me vitet e plota. E ke pasysh me 37 vite i dola unë. Kur keni dalë në pension? Unë kam dalë para nemi në me vite si mbaj mend në para 5-6 viteve. Pra diku nga 2019-2020. Për para, e pasysh në ato vite. E kuptova. Po pse e ke lënë deri më sot për ta... Po se sa tash u kthella unë, e ke pasysh ti? Tani u ktheva. Shiko, ka vetëm një mënyrë për t'i dhënë zgjidhje kësaj, nëse është problem, se unë nuk e di nëse është problem apo. Po ja, po them unë të shpjegova arsyen. E kuptova. Secili ka versionin e vet dhe ka dy, pastaj ka qendrim personal dhe qendrim institucional. Po jo, unë jam në mes. Jo timi personal, unë me fakte, se më intereson të them gjëra që janë. Kuptova i dashur. Një moment. Se unë deri më sot nuk kam dëgjuar askënd këtu që të thotë nuk është kështu si themu. Mos e kesh kuptuar, të lutem, nuk e kam për të ndihmuar për ta kuptuar dhe për të shkuar drejt rrugës së zgjidhjes nëse është problem. Pra kjo është çështje komunikimi që unë bëj dhe them nëse është problem. Pra për të qenë korrekt me veten dhe me publikun, por mbi të gjitha me ju. Që do të thotë, për raste të tilla kur njerëzit kanë pretendime të kësaj natyre dhe kur janë me fakte aq më mirë për ta, ka vetëm një mënyrë për t'i dhënë zgjidhje kësaj gjëje. Në raste, thash, është problem. Në Ilbena ka një opsion kërkesë për llogaritje ose rishqyrtim pensioni që besoj nuk e ke bërë. Po, e kam bërë dhe këtë, pra e tash e kam bërë. E ke bërë dhe këtë dhe ke marrë përgjigje që është sakt. E kam bërë. Dhe çfarë përgjigje ke marrë? Për e dhe që të për sjarisë sishte. E mora përgjigje, edhe më thotë vajti me sukses. Po, kur? Me 2.5 të fiqe qova unë, më mbrava se ka si e përgjigjet, u shqyrtua me sukses, thot. Po, shqyrtua me sukses, po i soj roga. Edhe njerë. Po, pra po. Po, ka shkuar, kur e ke bërë, në maj të vitit kaluar? Jo, këti viti. Këti viti s'ka ardhur akoma i 5, jemi të i 4. Urda? Këtë vit nuk ka ardhur akoma i 5, jemi të i 4, jemi në prill. Kur e ke bërë? E kam bërë në shkurt e nga marsi. Në shkurt apo në mars? Dëgjoj pak i nderuar. Ajo që juve keni marrë në fillim është kërkesa e aplikimit që është pranuar. Përgjigjen ti nuk e ke marrë. Po kupton? Se kur thotë Po se ka ardhur përgjigje ndryshe, këtë nuk e ke marrë me sukses. Po, këtë nuk e ke marrë. Në dielin time jeni brenda afatit për ta marrë përgjigjen, sepse do e shkon mushkëja. Jo, 2 shkurt që e kam bërë unë, me 2 ja e ka shkuar datën, ose e pash ke emaili, me 5/2/2025 kam shkruar unë. Po? Barove? Nuk të... Urda? Baruat? Po, barova 5/2/2025 që kam shkruar. Po. Në emër të kujt është bërë, si e ke emrin? Unë e kam Gjergji Grama. Vetëm, se unë... Kemi folur njërë bashkë në Gjergj? Urda? Kemi folur njërë bashkë në? Kemi folur për problem tjetër. Pra, shikon, që jam bëjmë? Për problem tjetër. Babajt lutem? Problemi është këtu dhe që se unë për shemë, dhe me 9 vjetër... Po emri babajt? Unë e shkruaj, i qova dhe diplomën atyre. Po emri babajt, Gjergj? Emri babajt, Gjergj? Emri babajt, Thoma. Po për çfarë problemi kemi folur, jam kurios, se për këtë do pyes unë, okay. Jo, se dhe me 9 vjetër me ka pas emrin Skënder. E ke parasysh? Po. Skënder. Kurse ku isha i vogël, gjyshi më ka pagzuar me emrin Gjergj, që kështu familja në 9 vjetën para se tranzicionit. E ke parasysh, më ndryshoi emrin, u bëri Gjergj. Ti më flisi gjithmonë gjithë që i vogël. E ke parasysh?
Po, dakor. Edhe unë, ku ja qova e Albanes, ja qova dhe diplomën, që e ka me emri Skënder, që e ka marrë, që 73, e ke parasysh e ve? E kam parasysh e kam nderuar, por nëse ke probleme me emrin, po gjithsesi do pyes. Po me emrin Skënder. Po në vjetë e kam dëshuar emrin Gjergji, edhe libresin punës që e kam dhënë aty origjinale, no? Ku kam dalë në pension, e ke parasysh, i kam vjetë e punës gjitha kam qenë të shtatën. E kuptova. Gjergj do pyes unë të sigurime shoqërore. Ku e ke bërë, te cila drejtori? Ke drejtoria këtu në Durrës. Në Durrës. Ke sigurime shoqërore në Durrës. Gjergji Grama. Po, Gjergji Thoma Grama, e mora. Gjergji Thoma Grama. Mi Gjergj, të përshëndes e faleminderit se shkoj gjatë që të presim edhe të tjerëve. Se para nuk e ka pas Skënder. Aty pastaj nuk e di se do pyet. E kam parasysh, po problemet me emrin zgjidhen me gjyq Gjergj. Unë ja çova aty edhe ke Albania. Po dakor. Ja çova edhe atë diplomën e shkollës. Ore dakor, po ndryshimi i emrit nga Skënder në Gjergj. Gjergji është ndryshim rrënjësor dhe do duhet do të duhet gjyq për atë, po më lër kohë ta shqyrtoj. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Faleminderit. Në gjithë të mirat, shkojmë me telefonat tjetër. Po, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhroni. Jeni, sërë. Urdhroni. Po, flasë në emër të mamit, në fakt për pensionin, më ka dalë mami në 9 orë në pension. Edhe ne kemi jetuar më përpara tani e krem në Tiranë, më përpara kemi jetuar në fshat në Bibër. Po. Edhe nga vitin 1993 deri në 2004, 2005, 2004 kemi jetuar në fshat. Edhe në fshat tokat kanë qenë në emër të gjyshit, por gjyshi ka vdekë në 94. Edhe nuk i ka pas bërë ndarja në gjyshi të tokave, por babai më ka vdekur edhe më përpara, në 91, edhe këto duke më zbërë. Njëherë ka vdekur. Ndarje. Jo, më ka vdekur edhe babai. Okej. Edhe por ne kemi pas nejtë në njëjtën shtëpi me gjyshin. Pastaj ka vdekur edhe gjyshin në 94, por gjyshin nuk i kemi bërë tokat në emrin tonë. Por sigurimet shoqërore, mami ka nuk kanë kërkuar dokumente në to, domethënë. Nga 94 deri në vitin nga 93 deri në 2004. Edhe janë dokumenta që janë me vulje, me gjitha, siguracionet, por tani ne bëjmë aplikimin në Irpenja, kemi dorëzuar dokumentat origjinale dhe këto, me vulje me gjitha. Çfarë ju thonë? Kemi tokën mbi emrin tonë, domethënë. Ato nuk ne ashtu, po ne gjyshi ka shumë fëmijë dhe nuk i kemi bërë akoma ato dokumentat. Fatkeqësisht në rast se ndodhin përballë kësaj situate, i dashur vetëm gjykata e zgjidh këtë problem. Më kupton? E kuptoj. Me gjykatë besoj bëhet. Po. Po shiko, është e vetmja rrugë. Më kupton, pra nuk ka tjetër. Më kupton? Mirë. Nuk vi keq që të them të përgjigje, por më mirë të them se sa të... Kemi pas kimin, kam bërë disa herë dhe thash që të pyesja një herë. Jo, shumë mirë bëre, por vetëm kjo është rruga e nderuar, për ç'të them. Përshëndes shumë, faleminderit. Shumë faleminderit në pas. Asgjë, mirë dëgjofshim. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Që është larguar. Okej. Presim të radhës, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhroni. Me Klodin. Klodi jam. Me falë për shqecimin një dhe njerë. Jam një prag të pensionit. Po di radhën se të hy në mënyrën e proceduaj për të filluar dokumentet. Në Albania i nderuar do aplikoni fillimisht. Po. Dhe pastaj librezën e punës, certifikat në një kartë identiteti. Po. Çdo dokument tjetër që ke do ta dorëzoni me post në sigurime shoqërore të zonës ku ju banoni. Po, si fillim do të hyj me hyjë i Albania. Po, patjetër. Për gjithë ato me data me kështu, Po i dashur. Po është e thjeshtë, nuk ka ndonjë vështirësi të madhe. Po.
Po mirë, më tash mosha më të vetën. E di, po besoj do të ndihmoj dikush, kështu që. Po. Mu të falenderoj shumë edhe. Edhe unë të falenderoj fort. Faleminderit për telefonatën. Bukur. Jemi në fundin e pjesës së tretë. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Se që thaj, se që bëtha qasula. Apo të rabeqë. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhro. Klodi. Po. Jam i qytetare nga Pogradeci. Dhe ka 4 muaj që më ka vdekur im shoq. Dhe telefonin e tij e ka në kontratën e fëmijëve dhe Vodafone nuk ma heq, po dhe më kërcënon. Po se pagove, do të shpim në gjykatë në prokurori. Po si do të talë jo Klodi? Edhe njëre, ka pasur numër telefoni? Po. Edhe ka në kontratën e fëmijëve, me kontratë. Po. Internet, televizor, si që kam bërë kalamaj. Kam bërë certifikat e dhejtje shërtese. Ka 4 muaj e paguaj ko telefoni, nuk ma e. Po çfarë do paguash tani që thonë? Si. Tani çfarë të thonë të paguash, të 4 mujosh që po pret? Kam 4 muaj që e paguaj. Lëviz pak të lutem, se mos do shta i me kufja, nuk e di unë. Jam me kufje, po jam në shtëpi brenda dhe pandaj. Okej. Jo, në rregull tani. Shiko, para 4 muajsh ke bërë kërkesë për ta hequr kontratën. Po. Dhe tani Për ta mbyllur numri. Për ta mbyllur numrin. Dhe s'të ka ardhur përgjigje dhe thon paguaj këtë 4 muaj që po pret. I paguaj muaj për muaj. Po pra, po çfarë të thon po se bëre pagesën do të Po se bëre pagesën do E kujt? Pagesën e kujt o shpirt? Po pagesën e burit, se i kam 3 telefonat, internetin dhe televizorin në një kontratë në emër të djalit. Edhe një herë dhe më thua që e bëj pagesën çdo muaj. Çdo muaj. Po çfarë të thon tani paguaj? Asnjë zgjidhje fare. O zonjë, edhe një herë, të lutem. Ti ke paguar deri më sot kontratën? E paguaj muaj për muaj. Bravo. Po çfarë të thot tani vajza djali atje? Çfarë të thot paguaj se ti e paguan çdo muaj? Çfarë të paguash? Nuk e ka aprovuar Tirana akoma. Jo, nuk po kuptoni. Zonjë, ke shkuar për ta mbyllur? Kam shkuar. Dhe në fillim të bisedës më the që më ka thënë atje që paguaj ose do të hedhim në gjyq. Çfarë të paguash? Po se pagove? Po kë më shpirt mos paguash se ti po e paguan? Po e paguaj po. Se ka paguaj flotë po thonë. Po çfarë? O zonjë edhe një herë, çfarë do paguash pra që thon paguaj? Sepse ti e ke paguar deri më sot. Ha? Si? Nuk ka heqim kontratën. Ka një afat kur mbaron kjo kontrata e dashur? Ua, për pas një vit. Pas një vit, ne kuptoj. Shiko, në rast se nuk zgjidhet me mirëkuptim kjo, ose do paguhet klauzola që është përcaktuar për këtë dhe do mbyllen të gjitha shërbimet, dhe ti do gjesh kompani tjetër, pastaj. Sepse ajo ka një penalitet që duhet nëse mbyll para kohe kontratën. Po, do paguash atë penalitetin që është përcaktuar në kontratë. Dhe s'ke më detyrime ndaj kompanisë, kujdo kompanie, dhe nuk i ke më të gjitha shërbimet, as nga shërbimet në shtëpi, as televizor, as internet, as telefon. E di, po thash pra që ata se mbyllin kur je në rregull, jo kur si je në rregull. Kur je i vdekur. Kur je i vdekur për më tepër. E kupton tani? Të ngrihet nga varri, të bëj pagesën. E të mërshme. Që shteti jemi ne. Përqafoj e dashur dhe të uroj gjithë të mirat. Miru pafshi. Ju dëgjofshim. Faleminderit për telefonatën. Kemi tjetër? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë disha të pysë për lidhën me pensionet ish kooperativa vojësore. Po. Kemi punu një afat të rreth 5 vjetëve, po kur i kërkojmë nuk na dalin. Që ne si shpjake, për shembull, a kemi drejtë dhe sa mund të bëjmë kur të mos një periudhë të vogël të dalin pension, sepse vitet e punës janë kanë tilla, kena punu me shkutje në Shiko, çfarë moshe keni më dashur? Në 55. Bukur. Në rast se të kanë humbur vitet në një kooperativë bujqësore, juve do t'ju llogaritën sepse është miratuar një ligj që përcakton këtë. Më kupton? Kështu që nga kjo pjesë janë në rregull e njohjes viteve të një kooperative bujqësore. Po vetë nuk figurojnë njëhen për pension. Po. Si nuk figurojnë? Nëse ke punuar, po. I kem kërkuar, po nuk janë
të regjistruar, për punë nuk dalin. Tonë është pakicë dhe mas këtyne kohëve nuk... Në rase e ke punuar dhe të kanë humbur, ato do të llogaritën zonjë, dakord? Mos u shqetëso fare. Mirë, faleminderit shumë. Asgjë fare. Ditën e mirë. Faleminderit edhe juve për telefonatën, ne kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe vim pas pak në pjesën e fundit. Jemi këtu në studio, jemi në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për takimin e sotëm, e njëjtë data 24 prill, ora 8:32 minuta. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo? Jam një dëgjues nga Elbasani. Po? Edhe i kam gruan, i kanë humbur 5 vite punë. Po? Na 70 deri 75, si të veprojnë? Po ku ka punuar këto vite? Në kooperativë. Çfarë moshe ka? Moshe 70 vjeç. Me gjyq vetëm? Vetëm me gjyq, Po i dashur. Po mirë, është folur sikur do falen do gjyqje tosh. Për ata që dalin pension. Ata që dalin, Po. Mirë, faleminderit. Të përshëndes, faleminderit, ditë të mbarë dhe për ju. Faleminderit. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Është larguar? Okej, presim pak çaste, jemi në 15 minutat e fundit të emisionit për takimin e sotëm, 068 99 00008 068 610 639 numrat e kontaktit për gjithë ju që donit në bashkoni dhe për këto minutat të mbetura në emision. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi këtë. Dro. Folë pak më përpara. Po? Faktën. Në që i ka hedhur dokumentat e pensionit në datën 4. Po pra. Dhe pres, si me Albania dhe kështu nuk më ka asë një lloj shënimi. Vetëm, kur ka bërë aplikimin, ku pranua aplikimi vetëm. Kur? Në çfarë date? Në datën 4 prill. Shiko, i nderuar. Jam i nderuar, si jam i nderuar. O, më falë, shumë dies, okej. S'ka gjë mirë. Dies, pi cigare? Po, me ull. Pra, shumë dies e dashur. Sinqerisht, se në kufje vjen zëri shumë i trash. Nuk ka gjë mirë, jo. Më të vrit mundje dhe bëra për shaka që të... Jo, s'ka gjë shumë mirë bëre, dëgjoj pak e dashur. Ka një gjë. Koha për përfundimit të aplikimit në rastin tuaj për pension, ka afat deri në 45 ditë. Unë i kam mbyllur. Kështu që, po pra ti më the tani në prilli nuk është me 45 ditë. Më kupton? Sa ka 45 ditë? Nuk është me 45 ditë, pra afati për të marrë përgjigje është deri në 45 ditë për aplikimin që ju keni bërë. Më kupton, kështu që kanë kaluar vetëm pak ditë. Ajo mund të vijë edhe për 2 javë, dhe mund të vijë edhe për 3 javë, mund të vijë edhe për 1 muaj, por prandaj ligjërisht i kanë vendosur 45 ditë që brenda këtij 45 ditë që ajo vjen si përgjigje. Nuk kupton që do thotë mund të zjas 3 javë, mund të zjas dhe 45 ditë, mund të zjas dhe 1 muaj. Por brenda 45 ditë që të vjen, me kaq ditë sa ka kaluar është shumë pak. Po. Një dyta, të pyesë diçka tjetër. Me kënaqësi. Me që ju pyeta në mëngjes për punën e punës që dua të punoj. A kam të drejtë dhe unë të ndjerë apo dhe që gjoja pensioniste, apo nuk jam futur në statusin e pensioniste? Në momentin që ty do të dalë pensioni dhe do marrësh, po, sepse do kesh dhe librezin e pensionit, dhe atëherë po mund ta marrësh. Ndërsa tani nuk më njifet apo ne? Jo, sepse ti s'ke librez pensioni aktualisht. Mirë? Faleminderit. Të lutem e dashur, dhe shumë diesë për gabimin. S'ka gjë. Qofshi mirë, faleminderit e ju për telefonatën. Bukur. Presim tjetër në 068 99 00008 068 610 639. Po e ngatrojnë në lenzë. Kujtojnë që jemi duke folur me ta, por po e fikin kur them unë mirë dëgjofshin. Ndërkohë që i them tjetrit. Gjithsesi s'ka asnjë lloj problemi, do presim ne pak momente për telefonues të tjerë të këtij mëngjesi të datës 24 prill, dita e ende sot, ora 8:36 minuta. Kemi 3-14 minuta kohë në dispozicion për të pritur të tjerë bashkëbisedues. Po. Si për herë në 068 610 54 639
dhe 068 99 00008. Ok. Kemi? Ende jo. Një do presim pak. Alo? Apo mu dëgjua mua? Rregull. Po, se tani më erdhi ajo përgjigja që thash do pyes në ajo, është përgjigje pa përgjigje. Nesër do e kemi për pagesat e prapambetura. Se pyeta dikë dhe po mendova se kishte përgjigje të saktë, por nesër do ja u sqarojmë në mëngjes. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Urdhoni. Mëngjes, mirë kaloni. Mëngjes, urdhoni. Kam dorëzuar dokumenta për pensionin, nuk është problemi se data nuk s'ka arritur akoma, por jam me 2 siguracione. Edhe në anë e policisë shtetit, njëkohësisht edhe që kam punuar kështu. A mund të llogariten këto? Po, patjetër. 2 punësime është i lejuar. Edhe llogaritet për efekt pensioni. Nuk llogaritet, për shembull, ke punuar 1 vit, llogariten 2, po llogariten 2 kontributa, që do të thotë pensioni në fund, sigurisht që dikujt që ka këtë lloj avantazhe të 2 sigurimeve i del më shumë se sa dikujt që ka 1 punë. Më kupton? Të kuptova, shumë faleminderit dhe respekte. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Pafshim të mira. Gjithë të mira dhe për ju. Shkojmë me tjetër telefonues, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Alo. Po, urdhoni. Unë jam nga Shpiragu. Po. Dhe kemi problem ato vitet e fundit të mbylljes të sistemit. Te telemet, në ndojit në dhe nuk kanë ardhur. Nuk na njifen. Po ku ke punuar këtë periudhë? Në kooperativ. Çfarë moshe ke? Unë kam gruan. Gruaja është 64. Mush si vjet në tetor, mush 62. Do t'i llogariten i nderuar përmes të ligjit sepse ka kohë. Ka kohë do vitë, ne ata të thonë që nuk na kap. Jo, patjetër që po, sepse ajo s'ka dalë akoma. Mirë? Do njifen ato vite? Po i dashur. Faleminderit. Lutem, faleminderit e ty për telefonatën. Ikim me tjetër. Mirëmëngjes. Një miku imi ka vdekur ka 3 vjet. Po. Nuk e heqin sahatin e dritave për kontratës. Ç'do do bëj? Si nuk e heqin, po çfarë thonë? Nuk i japin asnjë lloj zgjidhje. Po jo, pra, ku banon? Në Lezhë. Në Lezhë? Po, Madi. Pa kanë bërë kërkesë familjare për ta hequr. Ka bërë kërkesë familjare, ka shkuar se ka. E para dyta, pse duhet ta heqin, ndërkohë që aty do jetojnë njerëz? Po jetojnë njerëz. Po duhet bërë ndryshimi i emrit, jo heqja. Po nuk e heqin për emrin e tij pra. A nuk e heqin emrin e tij, po duhet ndryruar edhe certifikata e pronësisë ndëruar. Më kupton? Po. Dgjoj pak. Do ndryruar certifikata e pronësisë sahatit. Emri i kontratës së energjisë elektrike, të ujit, të çdo kontrate tjetër bëhet në emër të atij që ka edhe shtëpinë. Më kupton? Pra, e para duhet bërë ndryshimi i emrit në certifikatën e pronësisë, nuk e di se në emrin e kujt do të kaloj, dhe pastaj përmes këtij dokumenti të shtëpisë shkohet te OSHE-ja dhe bëhet ndryshimi i emrit të kësaj. Më kupton? Në të kundërt nuk, po s'ka si lloj problemi deri kur të bëhet kjo, kështu që edhe në rast se është në emër të ndjerit, nuk ka ndonjë penalitet, po themi. Nëse shtyn në kohë deri kur të dalë certifikata e pronësisë në emër të një familjari tjetër. Më kupton? Kështu. Faleminderit edhe unë, përshëndes, gjithë mira. Ikim me tjetër telefonues në këto minuta të fundit. Mirëmëngjes. Alo. Urdhëro. Klodit, përshëndetje. Përshëndetje. Pyes këto vitet e kujdesarisë më njehen si vjetërsi pune? Vetëm në rast se i shërben një tetraplegjiku ose paraplegjiku, në të kundërt jo.
me pak pastërsi e kufizuar niveli 3. Ja, nëse është tetraplegjik ose paraplegjik, po, në të kundërt jo. Përshëndes. Edhe unë përshëndesin nderuar, faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Alo. Alo, Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Të ka marrë si sot java, jam nga Divjaga për gjykatën e lartë me Alpetrolin. Nuk e di më them më merë dhe pranaj të mora sot. Faleminderit që të kapa. Po, cili rasti nderuar? Rasti ishte kështu që neve kemi bërë një gjyq, mu tani jam pension, me gjykatën e lartë me Alpetrolin dhe se na hoqi VKM-n ajo e apelit në Vlorë, dhe me hodhëm gjykatën e lartë. Edhe me të thana, kështu me kam një shok në Amerikë që është atje, dhe gjykata e lartë është shprehur se është tërhequr petroli, mirë po neve nuk kemi informacion. Ai avokati im më doli para 5-6 muajsh dhe e pranoi këtë, po tani nuk më del më dhe nuk e di domethënë se si është e vërteta. Edhe më the që më merr nga java tjetër. Më jep numrin e telefonit, lutem. E mbaj mend. Pardon? Më jep numrin e telefonit, e mbaj mend them bisedën që bën. Po, 068 22 Po. 53 2253 thashun 951. Atëherë 68 22 53 951. Po. Faleminderit dashur. Të marr prap? Do të marr unë tani. Do më marrësh, faleminderit. Ditë mbar. Rrofsh. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Larguar? Çudi. Mirë. Presim telefonat, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes këto do. Urdhroni. Si jeni, mirë janë? Urdhroni. Gëzuar. Pashka Ule zërin televizorit, të lutem. Po e uluna. Po gëzuar dhe pashka se s'jena... Po gëzuar. S'jena folur. Shiko, Kloti, unë desha me... Unë jam prak pensionit, do dhe një vit e gjys. Po tani këto vjetër këto të punës, sa është fati, dhe do dhe 38 vite, apo... Ule zërin televizorit. E kam ullë fare. E kam flikë. Okej. Po jam këta, po pushoni qikoti, po flasin këta, se jam këtu ke puna. Ska gjë, le të flasin ata. Nuk na pengojnë. Dëgjoj pak. Ka dy momente. E para 15 vite minimumi dhe e dyta është gati 39 vite deri kur të plotësoni moshën. Shko 39 vite shko, no? 39 vite, por kjo nuk është e detyruar, ë? Do me thënë, jo se unë në shtetë punoj, po do me thënë, do të plotësojnë 39 vite ta marrësh plot, ë? Jo. Po të kesh 38 apo s'është? Dëgjoj pak i nderuar, po jo pra se këtu ngatrohemi. Po. Me të drejtë s'ka kur nuk e di se si funksionon. Dëgjoj pak. Po. Më shumë se sa vetëm vitet e punës, pensioni plot ka të bëjë dhe me pagesën e kontributeve. Sepse në rast se dikush ka kontribuar 1 lek dhe ka punuar 40 vite dhe një tjetër ka kontribuar 5 lek dhe ka punuar po 40 vite. Po, e qartë. Sigurisht që ky që ka kontribuar 5 lek do t'i dalë më shumë edhe pse në vite kanë të dy njësoj. Më kupton, pra nuk ka të bëjë vetëm me vitet ajo. Dhe nuk është çudi që një person të marrë më shumë pension se sa një tjetër që mund të ketë më shumë vite pune. Pra ti mund të kesh 40 vite pune, dikush mund të ketë 37 vite dhe një tjetër 40, ky 37 nëse ka pasur kontribut më të lartë. Prandaj po them që i ploti nuk varet vetëm nga vitet, ë? Varet edhe nga pagesa që ke. Megjithatë sa vite ke? Unë tani 38 i kam. Po në rregull. Nuk është se ka një diferencë kush e di se çfarë. Të falenderoj shumë Klodi, shumë të falenderoj. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Gjithë të mira. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo, Klodi. Urdhroni. Mirëmëngjes. Po. Kishe një problem me pension social. Po? Kam kupton? Pagesat që bojnë që çdo vit bëj aplikim për çdo vit të pension social që do të rinovojnë. Më kupton? Po të kuptoj. Por kur ne bënë në zi, pastaj për ato për 2 muaj ose për 3 muaj, se aplikuam ata 2-3 muaj pensionin në lekë nuk na i kthyren.
Ashtu, Po, edhe në vitin 2023. Po kjo në gjë ndodhi edhe vitin 2024 për 3 muaj. Për arsye se ne u fuqim në Albania, e Albania nuk na bite kodin që të fuqim përsëri. Që ta pikonin për se çdo vit bëjmë të letra. Tash të lek të ka ngel më aty në 6 muaj që nuk ju. Për fat keq nuk merren më tash. Merren. Jo. Në vjen keq. Faleminderit. Asgjë, të lutem, asgjë. Faleminderit juve që morët. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Ndoshta e fundit për sot? Po. Para fundit. Nëse vjen shpejt. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Na i pjasi blos jam gjithmora e dhe parti. Ai në shka televizë, ai thot i ka shka që më fare moti thot. Ku ti që është ajo? Si? Urdoj dashur. Gjana. Dëgjoj. Qa bëtë me të miljetë, në që ka ngellë që unë të avasë, të ma një hutje, të kokë, tike. Dakor. Faleminderit dashur. Ikim me telefonat tjetër. Në 068 99 00008 068 654 639. Jemi kundër dhunës. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Klodi. Po. Me Klodin plat? Po. Klodia. Ha? Po, Klodia, murdo. Klodi. Unë kam dalë në shtator të 2024, kam dalë në pension. Bukur. Kam edhur në Shqipëri të jetoj jashtë, edhe kam marrë ato muajt e para të pensionit. Po. Kam marrë muajt e para të pensionit. Po ndëgjova tash se po të ndjek në emision. Të dëgjoj me shumë vëmendje. Po? Alo, Klodi. Po, të dëgjoj, dashur, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Unë kam dalë në pension vitin e kaluar, në shtator të 2024. Po. Po të ndjek në emision të shqip. Faleminderit. Në jashtë, një kalim. Tash ndëgjova që pensionistët duhet të kenë libreza. Unë kam marrë muajt e para, po librez nuk më ka dhënë kush, kam marrë me anë të kartës. Po s'ka janë në sistem ato nderuar, kështu që nuk është nevoja ta marrësh fizikisht, e ke në sistem, s'ka problem fare. Ajo merret e mirë që në momentin që ti del në pension, kështu që s'ka lidhje fare. Më kupton? Po e kam marrë, po ndjova tash se. Është okay, është në sistem ajo, është në sistemin nderuar, kështu që mos u shqetëso fare. Shumë faleminderit edhe ti. Kam edhe një pyetje tjetër. Më thuaj patjetër. Po. Ne jetojmë jashtë edhe unë punoj akoma se s'kam bushur më shumë për pension këtu në Itali. Mirë që bën. Dëgjova që nuk janë më për 3 vjet këto që mund të rinë në nuk e di ku e ke dëgjuar i nderuar, por është deri në 3 vjet. Shumë faleminderit. Deri në 3 vjet. Shumë faleminderit. Jeni një person i veçantë. Shumë të faleminderit. Asgjë, faleminderit dhe juve. Buona giornata. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët, do u bë pjesë, ne i takojmë në lajmin gjatë ditës dhe nesër në emision. Ciao.